Në një ditë prej ditëve, Imam Maliku rahimahullahu taala thot hyra tek hoxha im Rabia dhe e pash duke qajt. Dhe i thash: ja Imam, e musibetun waqa'a bik, o Imam, a mos të ka ndodhur një sprov? A mos ka vdek dikush prej të afërve të tu që je duke qajt? Atëherë Imam Rabi' rahmetullahi alayhi tha: o biri im, waqa'a musibetun adhime, ka ndodhur një sprov dhe një musibet i madh. Tekelleme fi dinillahi men la ilme leh, është duke fol në emër të Islamit ata të cilën nuk kanë dije. O biri im, ka ndodhur një sprov e madhe vallahi, e që flet në emër të Islamit ai i cili nuk ka dituri. Allahu Akbar. O ju robër të Allahut, Imam Rabi' e ka thënë këtë fjalë para 1000 sa viteve, ku në atë kohë kishte dietarë dhe ulema të mëdhej të Islamit. E çka mund të thonë të Imam Rabi' në qoftë se do të kishte ardhur në kohën dhe në zemanin ton, e që jenë përhap kokat e ignorancës, e që kanale televizive dhe rrjetet sociale vajapin mundësin këtyre njerëzve që të flasin në emër të Allahut dhe në emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ju robër të Allahut, dalin sot në për kanale televizive njerëz të cilët një ditë nuk e kanë studiuar Islamin, njerëz të cilët nuk njihen në safet e xhamis, nuk njihen në mahallat e tyre, as brenda shtëpisë së tyre, si njerëz që kanë frikën Allahut dhe kanë dituri dhe marrin të drejtën që të flasin në emër të Allahut dhe në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A kanë haru këto njerëz o ju vëllezër që o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ulaika hum waqudun nar, të tillë do të jenë lëndë të djegse zjarrit të xhenemit. A din ata se çka është Islami dhe i kujt është Islami dhe kush ka të drejtë që të flet për Islamin? Kjo është feja e Allahut te bareke ve teala dhe të drejtën absolute për të folur për Islamin e ka vetëm Allahu te bareke ve teala dhe pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, kurse nuk na takon ne tjerëve vetëm që të transmetojmë mesazhin e Allahut te bareke ve teala. Andaj o ju robër të Allahut, dikush prej të parëve ton thonte: iyakum wat talawun fi dinillahi azza wa jalla, rujuni dhe mos e ngjirosni fen Allahu subhane, mos e zbukuroni atë në mendjet e njerëzve, por tregojeni ashtu siç është ajo, nga se feja e Allahut është e bukur dhe ashtu e bukur duhet të transmetohet.